barazim para ligjit, populli shqiptar nuk mund ta lërë dorën e qeverive dhe të parëve të qeverisë këtu, po duhet ta marrë vetë në dorë. Duhet ta mbrojë me të gjithë forcën e vullnetit vet, duke filluar nga 11 maj, ku zgjedhja nuk është mes ca partive, po mes Shqipërisë 2030 në BE dhe Shqipërisë drejt e ngrop, përsëri. Me ne, ose me kënetën madhështore dhe me shitsat e qilibave fluturus të pazarit të moçaleve të vegjël rreth saj, që kanë dhe ca emra shumë qesharak. Jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashkë, jo veç, jo tërci vërci. Vetëm Shqipëria 2030 në BE e blindon përfundimisht pa asnjë mundësi prapakthimi themelin e barazisë para ligjit që Partia Socialiste e Shqipërisë pati kurajon ta hedhë. Dhe deri atëherë, deri kur ne ta fusim zonjën Shqipëri në sallonin e madh kryesor të Shtëpisë Evropiane, vetëm shqiptarët e bashkuar me mua dhe me ju këtu mund të mbrojnë drejtësinë e re nga çdo rrëvajtje destruktive e kënetës. Mund të mbyllin negociatat me BE-n brenda 2 vitesh.